të martë është disa besytni të së kaluarës ku nuk ka lidhje fare me realitetin. Data 25 kemi Mërkurin retrograd në Akrep që formon një lidhje me Afroditën në Akrep. Ky është një kënd pozitiv. Megjithëse disi ndikohet me Mërkurin retrograd, komunikimi, kontaktet tona, shprehjet, ndjenjat tona, këndet të dobishme që lidhen shumë me disa ndryshime që mund kemi, por kjo nuk do të thotë që ndikohet ose arrihet diçka në anën tuaj, por me qenë se ka të bëjnë shumë me ndikime të mëdha financiare dhe kënd si kënd është i dobishëm për të diskutime, për çështje romantike, për lidhjet, për problemet që keni pasur me lidhjet tuaja, sidomos lidhjet me gafore, akrep, peshk, të dhjediqit të tretë, ose ata që kanë diellin në këto shenja, u jepet një mundësi plus për të zgjidhur problematikën dhe çështjet të mëdha që mund keni. Por gjithashtu është një periudhë mjaft